Përshëndetje të nderuar shikues, ju adhurues të basketbollit, jemi me duelin e fundit të gjirës së dytë të Procredit Superligës. Derbi kryeqytetas ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Borës do ta mbyll këtë xhiro, e që presim të shohim një tjetër ndeshje të bukur me rivalitet. Topi parë nduart e Singleton. Burns, Azemi dëgjuan për 3, Arian Azemi. Edhe një tjetër top i vjedhur, edhe një tjetër mbrojtje mirë, Bejle me super ngulitje. Edhe Mekic dhe Rezart Mehmeti gjuan për 3, Rezart Mehmeti realizon. Arian Azemi bukur te Kramer. Asistimi fantastik, plotësisht i vetmuar. Shin në mesin e dy lojtarëve, Arian Azemi. Azemi ka bori Burns. Singleton i vëmendshëm shkon deri në fund, realizon në kundërsul. Presion top gjithsesi me Mekic, arrin të mban, gjuan për 3 pikë, Rezart Mehmeti me treshën e tij. 24 me 10, shumë rezultati. Bukur ai topi Polloshkës për Kakrukin. Deri në fund, Valmir Kakruki realizon. Në Arian Azemi që do të gjuan për 3, edhe një herë i sakt në Polloshka. I strefi edhe njerë gjuan për 3 pik. Jules lirohet liet, shkon deri në fund. Gjosaj në duart e Don Polloshkës. Burns i strefi ka një treshe pikërisht nga kjo pozit. Edhe ai shtohet në listën e realizatorëve tek Sigal Prishtina. Në anën tjetër përgjigjet ai i cili e vin edhe 2 pikë të reja nga Dion Hajgjosaj. Jackson, Mehmeti, gjuan për 3. Rezart Mehmeti, fantastik, e thash edhe më parë. Mehmeti, në gjendje vërtimin nuk arrin të realizon, por është Jackson aty që përmirëson. Mbrojtje e mirë, Arian Azemi e vjedha top, e kthen tek Bejle. Tashmë ade Mekic, shkon vet deri në fund, Mekic realizon. Azemi, Arian Azemi, Bejli, Polloshka do të gjuan në sekundën e fundit. Bukur ai top tek Lindrejaj, Azemi lëvizje e mirë, do të gjuan për 3 pikë, Arian Azemi. Çka e pastër, pau i thjesht. Bukur ai top i Mekic për Jackson që përfundon aksionin me ngulitje. E i vëmendshëm tregohet Bejle që me ngulitje e përfundon aksionin. Tashmë edhe Arian Azemi. Ukaj. Mehmeti do të gjuan për 3 pikë, realizon Rezart Mehmeti. Mekic edhe ai nuk arrin të realizon. Arrin Kramer blokad, teksa Bejle me ngulitje. Tentoi Ranukaj të ndjek. Arian Azemi, bukur në sekundën e fundit të aksionit. Gjitha i bëri Azemi, asisti perfekt. Lindrejaj teksa ngatrohet me top. Arian Azemi, por pa problem, asistim tjetër për Azemi do të gjuan për 3 pikë, edhe njerë është i sakt. Don Polloshka te Kramer. Singleton betet i vetëm gjuan për 3, realizon. Singleton te mëlues i Sigal Prishtinës, por e thashë dhe gjatë pjesë të parë të nderuar shikues, vjen një blokad monstruoze tani aty. Tjetër top i humbur i skuadrës. Borës teksa në kundërsul. Zëqiri tek Mekic. Gjuan ade Mekic, realizon. Mehmeti tek Jules. Deri në fund Jules shkon, realizon. Don Polloshka tek Kakruki që shkon deri në fund, realizon. Bukur aty Zëqiri për Jules, aksion. Don Polloshka vet deri në fund. Trefi për ata pesh pëton, Janjeva do të gjuan për 3, nuk është i sakt. Burns aty për të përmirësuar Kakruki deri në fund.
realizon 86-60 në anën tjetër, edhe një tjetër deri në fund Ariana Azimi. Deri në fund shkon Jackson. Ngulitje monstruoze e ti. E shohim Jackson. Jackson deri në fund realizon. Sa kemi kundër sulmi në anën tjetër, Mekic deri në fund. Ariana Azimi. Tek Hagjosaj që realizon në kosh. Zeneli, bukur shkon vetë deri në fund. Gariti të realizon e merë edhe njerë topin, edhe njerë Gjuan nuk qëllon, edhe njerë tenton. Të cilët definitivisht sot treguan paraqitje mjaft të mirë. Ariana Azimi shkëlqeu të Prishtina me 19 pikë, 9 asistime, 5 kërcime, 14 pikë ardhën nga Bailey, 12 nga Bardi Strefi. Dëm Polloshka i shtoi 9 pikë e 8 asistime.